Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, për ti ndihmë kërkojmë vetëm tek ai mbështetemi. Salatat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ato besimtarë të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe të nderuam, do të fillojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe me emrin e Allahut azza wa jall, me bismillah. Me shpjegu për tregimet të cilat na ka përmend Allahu azza wa jall në Kur'an. Në ko ato tregime edhe i shpjegojmë, i komentojmë, e kuptojmë më mirë fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe çka ka dashur Allahu azza wa jall me thonë me ato tregime. Padyshim që tregimet në Kur'an kanë një rëndësi shumë të madhe. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas." Na ty o pejgamber, po ti tregojmë tregimet më të mira, më të bukura. Për në Kur'an Allahu subhanahu wa taala i ka përmend tregimet më të bukura që ekzistojnë për të mirën e njeriut. Dhe Allahu azza wa jall po ashtu thot: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Në tregimet e atyre që ne po ju tregojmë juve, ka dobi dhe shumë mësime nxjerrim nga ato për ato të cilët i kanë logjik dhe dinë me mendu dhe dojnë me i kuptu. Pra Allahu subhanahu wa taala kur i ka përmend këto raste në Kur'an, këto tregime në Kur'an, ato të cilët kanë logjik i kuptojnë shumë mirë dhe nxjerrin mësime nga këto tregime. Po ka edhe për atyre të cilët nuk kuptojnë as nuk dojnë me kuptu dhe i lënë anash fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk nxjerrin mësime dhe nuk përfitojnë nga këto tregime. Është një gjë prej veçorive të Kur'anit se tregimet në Kur'an ndoshta është një tregim po përsëritet disa herë. Keni hasë gjatë leximit në Kur'an çështën e tregimin e faraonit. Allahu subhanahu wa taala në shumë vende ka përmend tregimin e faraonit. Apo ndonjë rast tjetër e ka përsëritur Allahu subhanahu wa taala disa herë. Këto përsëritje të këtyre tregimeve nuk do të thonë se janë të njëjta. Për çdo përsëritje që ka përsëritur Allahu azza wa jall, çdo tregim ka shtu diçka për të fituar diçka tjetër. Po të ishte qenë një tregim i madh prej fillimit deri në fund dhe më pastaj mos të përsëritet, ndoshta ishim mërzit nga ai tregim. Por Allahu subhanahu wa taala ashtu i ka bërë këto tregime që sara që të përmendet ai tregim, të përfitosh diçka për atij tregimi edhe mos të mërzitesh. Dhe Allahu subhanahu wa taala këto tregime i ka sjell ashtu të varësisht pra siç kanë pas nevojë njerëzimi në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ti e lexon, ka lënë në surën Al-Baqara ta zon çështja e faraonit, pastaj përsëritet në sura tjera, pastaj përsëritet edhe në fund të xhuzit Amma, përsëri e kështu me radhë, pa çdo herë sa që përmendet dhe përsëritet ky tregim,
përfitojmë diçka të re. Urtësit që ka përfitohen nga tregimet e Kur'anit, e para. Këtu i kuptojmë, pra në këto tregime, lajmet dhe ndodhit që ka ndodh mes pasuesve të rrugës së Allahut subhanahu wa taala dhe mes armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Pra mes hakut dhe mes batilit, mes të vërtetës dhe mes të pavërtetës. Problemet që kanë ndodh dhe shtytjet që janë bërë mes hakut dhe mes batilit na tregon Allahu subhanahu wa taala përmes tregimeve. Pra na tregon për pasuesit e të vërtetës dhe na tregon për pasuesit e ignorancës dhe të devijimit. Për atë arsye thot Allahu azza wa jall, laqad kana fi qasasihim ibra. Pra ju keni mësime në tregimet e tyre, atyre të cilët kanë kaluar, të cilët kanë qenë para jush. Pra përfiton nga ata sepse ke nevojë gjatë jetës tënde, do të mësohesh se si të sillesh ashtu që janë sjell ata pasues të vërtetës. E dyta, Allahu subhanahu wa taala në këto tregime na tregon për sunetet e Allahu subhanahu wa taala, për veprimet e Allahu subhanahu wa taala, se çka ka bu Allahu azza wa jall me këta njerëz, apo me ato popull, me ata të cilët e kanë ndjek fenë Allahu subhanahu wa taala, po ashtu çka ka vepruar Allahu azza wa jall me palën e kundërt, me palën negative, ata të cilët e kanë kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Thot Allahu i drejtohet pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për çdo pejgamber thot ne të flasim këtu në Kur'an, të tregojmë rastet, tregimet e tyre, kështu që ta përforcojmë zemrën tënde o Muhammed. Dhe me këto ta sharojmë në atyje të vërtetën, dhe kjo është një mësim për ata të cilët është mësim për besimtarët. Pa ne besimtarët, dhe po ashtu pra këto tregime qenë kanë të dobishme edhe për pejgamberin, po janë të dobishme edhe për besimtarët në tërësi. Pse? Mësohemi se çka ka ndodhur me pejgamberët, me Ibrahimin alayhis salam, çka ka ndodhur me fëmijët e Ademit alayhis salam, çka ka ndodhur me Iblisin, çka ka ndodhur domethën me Karunin, çka ka ndodhur me Musa alayhis salam, e kështu të me radhë. E treta, në tregimet e Kuranit do të mësojmë rrugën dhe metodën e davetit të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Qysh kanë qëndru ata pejgamber në rrugën e Allahut azza wa jall me gjitha ato sprova që i kanë pasur, ashtu edhe ne pra marrim mësime. Që kanë qëndru pejgambert, edhe ne mundohemi t'i përcjellim ata. Dëgjoj Allahu azza wa jall çka ka thënë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum iqtadi." Fa bihudahum iqtadi. Ata janë të cilët i ka udhëzuar Allahu azza wa jall, pra ata pejgamber, që kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë të cilët i ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj pasoi udhëzimet e tyre. Pra pasoi udhëzimin e tyre. Që janë udhëzuar ata, ashtu të udhëzohet ti. Çka kanë vepruar ata, që janë sjell ata në davet, kur i kanë ftuar njerëzit, që kanë qëndruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ashtu qëndro dhe ti. Andaj na tregon Allahu zot këto tregime të qëndrojmë edhe ne sikur sa ata pejgamber në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah." Thot, i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i drejtohet sahabeve, jetën kohë është urdhën edhe për ne. Thot Allahu:
ju keni pasur dhe keni shembulltyr të mirë tek Ibrahimi a.s. edhe ata të cilët kanë qenë me Ibrahimin a.s. Pra, ju keni shembulltyr të mirë për më marrë shembull, ja pra e keni mostrën, e keni Ibrahimin a.s. edhe besimtarët, gjematin, popullin e Ibrahimit a.s. të cilët kanë qëndruar, ai popull, ata besimtar me Ibrahimin a.s. idh qalu li qaumihim, kur i thanë popullit të tyre, pra, Ibrahimi dhe besimtar, kur i thanë popullit të tyre, inna bura'u minkum, ne distancohemi nga ju, dhe nga ato ju çka ja adhuroni. Pra, shikoje qëndrimin e këtynve besimtarve. Pra, merë mësim prej Ibrahimit a.s. Merë mësim prej besimtarve të cilët kanë qenë me Ibrahimin a.s. që shkanë qëndruar në fenë e tyre dhe që i kanë thënë popullit të tyre të cilët i kanë bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, mëso për qëndrimet e forta të tyre, i ke shembuj ata. E katërta, në tregimet e Kuranit, pra kemi shembuj për sabrin, për durimin e besimtarve, të cilët kanë qëndruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe për luftrat që kanë ndodhur mes tyre dhe mes mushrikëve, megjithatë për torturat që i kanë pësu këta besimtar gjatë sanksioneve në Mekke, dhe po ashtu më kthy pak më herët në kohën e Musait a.s. që kanë ndodhur torturat nga faraoni dhe ushtarët e tij ndaj Musait, dhe megjithatë që kanë qëndruar në fenë e Allahut subhanahu wa taala derisa ka ardhur ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot Allahu azza wajal, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Dhe ata nuk janë hakmar për tyre, për ata mushrik thot, dhe ata nuk janë hakmar për besimtarëve vetëm se ata kanë besu Allahu subhanahu wa taala, i cili është i plot fuqishëm dhe bujar. E pesta, në tregimet e Kuranit i kuptojmë edhe natyrshmërinë e njeriut. Në çdo kohë është ky njeri. Ky që është sot, ky ka qenë edhe më herët, i ka këto cilësi. Pra, e mësojmë natyrshmërinë e njeriut dhe raportin e njeriut me të tjerët. E gjashta, në tregimet e Kuranit mësojmë edhe për gjendjen e njeriut. Se ky njeri ka epsh dhe ka kajtje. Ky njeri, kur zën poste, nuk i lëshon me ato. Ky njeri, kur bëhet i pasur, nëse nuk është në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, më bën çmos me pasurinë e tij. Bën edhe shkatrime ndoshta në tokë, bën edhe padrejtësinë ndaj të tjerëve. Mundohet në çdo mënyrë që vetëm ky të jetë më i pasur në botë. Edhe kësi raste, pra kemi rastin me faraonin, rastin me Karunin, rastin me Ebu Lehebin e me tjerët. Po ashtu, në tregimet e Kuranit, për kjo është e shtata, mësojmë për disa dituri shkencore që kanë të bëjnë me tokën, pa ato dituri që kanë të bëjnë me qiejt, që kanë të bëjnë me botën shtazore, që kanë të bëjnë me natyrën në përgjithësi, për të cilat që sot njeriu i ka kuptu. Pra pasi që kanë arrit domethënë shkencën e përparuar dhe me teknik, kanë arrit edhe mi kuptu edhe ato ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Pra në përgjithësi, në tregimet e Kuranit kemi dobi që të qëndrojmë fenë e Allahut azza wa jall, kemi dobi që të vazhdojmë jetën tonë duke e praktiku fenë e Allahut subhanahu wa taala. Në tregimet e Kuranit kemi metodat të davetit, ç'shme i thirrë të njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala, ç'shme qëndru, ç'shme i thirrë të njerëzit në fenë e Allahut azza wa jall, duke i marrë parasysh edhe gjendjen e tyre të natyrshmërisë së njeriut si njeri, si një qenë njeri, që e din se ai edhe nervozohet, ai edhe mërzitet, ai edhe pikëllohet, ai edhe ka kajtje, ai edhe ka epsh, ai edhe ka urrejtje, ai edhe ka dashuri, e kështu me radhë, gjitha këto gjëra i merr parasysh,
duke përfituar pra këto gjëra nga tregimet e Kur'anit. E shef në Kur'an se në këto tregime armiqësia që ka ndodhur nga pabesimtarët tek besimtarët, por e shef se në fund kanë fitu besimtarët, ku thotë Allahu wal aqibatu lil muttaqin, pra përfundimi i takon vetëm besimtarëve. Përfundimi i mirë i takon vetëm besimtarëve. E shef se në tregimet e Kur'anit çështë përmirësohet edhe njeriu. Çështë ndreqet njeriu. Në tregimet e Kur'anit i shef se si janë udhëzuar ata njerëz, ose ata të cilët nuk janë udhëzuar, që ka shkatërruar Allahu subhanahu wa taala e kështu me radhë. Në tregimet e Kur'anit mësojmë se ai njeri që thamë që ka qenë ka fillimi i njerëzimit, ai është edhe sot. Për shembull, fëmijët e Ademit alayhi salam, njëri tjetrin e kanë mbyt për shkak xhelozisë. E ka xhelozu, e ka mbyt vëllaun e tij. Ajo xhelozi ekziston edhe sot, dhe njerëzit mbyten dhe vriten për shkak xhelozisë që e kanë. Pra, ai njeri i cili ka qenë në fillim të njerëzimit, po ai njeri është edhe sot, ndoshta dallon diçka në madhësi, ose ka qenë më i gjatë, apo ka qenë më i trash, apo ka qenë më i gjan, por cilësitë njerëzore, ato janë që i ka pasur Ademi alayhis salam, edhe ato janë sot që i kemi ne bita Ademit a.s. deri në ditën e gjykimit. Pra, Allahu subhanahu wa taala këto tregime kur i ka përmend në Kur'an, nuk ka përmend vetëm për si një njohuri historike, me mësu diçka nga historia e njerëzimit, jo. Për të arsye Allahu azza wa jall nuk i ka përmend këto tregime si mbas historisë, pra me vite. Ka Ademi a.s. e pastaj Nuhi, e pastaj pejgamberi tjetër, jo. Por Allahu subhanahu wa taala i ka përmend këto tregime varësisht që ka nevojë njeriu për më u përmirësu njeriu, dhe ka përmend nga një histori aq sa i duhet njeriut, aq sa ka dobi njeriu. Andaj nuk ka fol domethënë për gjëra të kota Allahu subhanahu wa taala që nuk ka dobi njeriu. Ta zon si kanë pasur emrat ata banorët e cilët kanë qenë në shpellën e Kefit. Pse? Por nuk të hynë ty në punë për me ditë se si kanë pasur emrat. Ty të duhet vetëm rasti që ka ndodhur me ata. Nuk të intereson domethënë edhe sa vetë kanë qenë. Sigurisht që ka ardhur në surën Kef. Ty të pyesin do thënë 6, do thënë 7, jo do thënë edhe kanë qenë 8, i 8 i ka qenë qeni, e kështu me radhë, pra me ditë se çush ka qenë emri atij qenit, apo me ditë diçka domethënë nga emra i këtynve të tjerëve, nga emra të ndryshme që nuk të hynë ty në punë. Pra Allahu azza wa jall në këto tregime të ka treguar ty ajo që ka të duhet ty. Pra ta ka tregu thelbin e tregimit për të marrë ti mësim në dynja, qysh me udhëzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala ti vetë, dhe qysh me udhëzu tjerët, pra qysh me punu me sistemin e Allahut subhanahu wa taala gjatë jetës tonë, dhe qysh me fitu xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall që ta ndihmoj, elusim Allahun subhanahu wa taala që na bëj të mundshme të përfitojmë nga këto tregime gjatë jetës tonë përditshme. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواق